Vendimi i fundit i qeverisë për uljen e pragut të blerjeve online nga 20.000 lek në 22 euro dhe shtimin e taksës 45 euro për dhuratat që mund të marrin nga të afërmit të cilët jetojnë jashtë, ka shfaqur pak kënaqësi tek qytetarët. Ata thonë se ulja e kufirit të taksimit do të frenoj blerjet online dhe dërgesat nga jashtë. Po, blej shumë shpesh, po nuk e di tani me këtë vendimin e fundit, mbase do blej shumë shpesh, po nga pak. Po, nuk jam fare dakord me këtë vendim, po sepse blej shumë, jam një konsumator shumë e rregullt e blerjeve online dhe nuk jam dakord për vetë faktin sepse këtu dyqanet janë po me të njëjtat veshje apo aksesorë që janë edhe në blerje online dhe janë 5 fishi të çmimeve. Keni bler kohët e fundit online për shembull? Kushton? 20 euro, 30, varet nga firma. Nuk është, por që këtu i gjem 5 fishin e çmimeve. S'kemi çfarë të bëjmë tani, do mundohena me shtetin. Lishe është për keq, po çfarë të bëjmë? Çfarë blini zakonisht? Po produkte sportive, më pëlqejnë fort. Edhe rroba, gjëra që janë cilësia më e mirë normalisht. Çmimet shumë të lira, ata edhe mos them që ata në internet i marrin të gjitha për vete. Na i shesin ne më shtrenjtë, kupton, 2-3 fish çmimi më shumë se s'ka lezet. Mendoj që është pak e padrejtë, se fakti që blejmë online do thotë që i kemi më lirë t'i marrim andej se sa t'i marrim këtej dhe janë më cilësore. Do e kushtozoj një çik blerjen. Çfarë blini zakonisht juve online? Po varet të gjitha produktet e veshjeve. Variojnë ka nga të gjitha llojet, ka dhe low cost janë shumë të lira. Ky vendim më shumë se qytetarët vendas, duke se po prek të huajt që jetojnë në Shqipëri. Qeveria po dekurajon blerjet online. Kjo gjë është një shumë qesharake për të paguar 22 ose 45 euro. Ky nuk është një akt i mirë për një vend që synon të modernizohet. Unë kam porositur ilaçe në SBA, të cilat janë falas për ish ushtarakët e dalë në pension. Sipas të dhënave nga postat, shuma e blerjeve luhatet nga 100 deri në 900 euro, por pjesa më e madhe e pakove ka një vlerë rreth 100 euro. Me ndryshimet që qeveria bëri për taksën e blerjeve online, pagesa do të jetë 22.5 euro më shumë. Vendet nga të cilat qytetarët shqiptar marrin më shumë dërgesa janë Italia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës.